Shëngjini ka qelur zyrtarisht sezonin turistik. Aktivitetet sportive dhe kulturore si dhe lojrat për fëmijë kanë sjellë atmosferë festive përgjatë shëtitores së qytetit, ku qindra vizitorë dhe turistë u bën pjesë e argëtimit. Pjesë e aktivitetit ishte edhe panairi kulinaris, ku operator turistik dhe biznese lokale prezantuan gatime tradicionale dhe produktet karakteristike të Lezhës. Panairet e tilla janë shumë të rëndësishme sepse ne transmetojmë traditën tonë tek të huaj. Panairet e tilla janë shumë të rëndësishme, sidomos për turizmin shqiptar, gjithashtu dhe të huaj, edhe është diçka që është gjëja më fantastike që ekziston në Shëngjin. Turistët shijuan produktet më të veçanta të gastronomisë lezhiane, e cila mbetet një nga më të preferuarat nga ata. Janë shumë i përpyetës edhe afërsia që kemi është plazhi më i afërt për ne, pas Tales. Gjithmonë energjia që është Lezhë në Shëngjin na u bën me u rikthy çdo vet. Është një destinacion fantastik që mund të sjellë këtë verë për arsye sepse ofron turizëm, ofron shërbim, ofron komoditet, ofron gjithçka. Ndërkohë edhe Fieri ka qelur zyrtarisht sezonin turistik me një festë në Bregdetin e Darzezës. Qindra qytetari u bashkuan aktiviteteve festive të organizuara përgjatë fundjavës, me koncerte me muzikë live, gara me kuaj, aktivitete sportive dhe ndeshjet e boksit. Bregdeti i Fierit mbetet një alternativë ekonomike krahasuar me plazhet e tjera të jugut.